Mirë mbrëma edhe mirë se vini në debat për rime për zgjedhjet e jashtëzakonshme nacionale në 2026. Kosova është në fund të listës së PISA-s, edhe përqindja e vogël e fëmijëve tonë është e përfshime në kopshte, qerdhe, ndërsa mësimi çdo është komplet i pa implementueshëm në pjesën më të madhe të shkollave të Kosovës. Gjendja jo e mirë në sistemin arsimor është njëra ndër sfidat kryesore të vendit që nuk po merr zgjidhje tash e sa vite, cila është oferta e partive politike për arsimin. Këto janë tema që diskutojmë sonte me këta panelista. Eliza Hoxha nga PDK, Jehona Lushaku nga LDK, Teuta Haxhiu nga AK, edhe Teuta Rusta nga PSD. Për këtë debat, vendosja na e ka konfirmu pjesëmarrjen në fillim me Arjeta Fejzën si kandidate për deputet, por ajo në minutat e fundit ka lajmëruar që nuk do të jetë pjesë e këtij debati. E ndoshta mirë me fillu pyetjen e parë, çapo mendoni ju, pse zgjen vetëvendosja në debat për arsimin? Arsyeja pse vetëvendosja nuk vjen në debat është nga se nuk i beson sistemit arsimor, për vetë faktin që kryeministri i vendit nuk e ka fëmin në sistem arsimor në Kosovë. E dyta është pikërisht edhe rezultati i testit PISA prej kohës kur e ka marrë vetëvendosja se ku ka qenë Kosova ka degradu, ka ra shumë a poshtë si rezultat i një keqeverisje dhe një sistemit arsimor që nuk është investuar në to, për shumë arsye të tjera, për shkak të keqtrajtimit, kushtimisht thëmë në paga të mësimdhënësve, për shkak të një sistemi që nuk është diskutuar edhe nuk punohet me ligjet caktuar. Pra, thjesht mos me i besu sistemit arsimor në Kosovë është vetëm vetëvendosja. Dhe fakti që nuk kanë ardhur, normal që nuk kanë ardhur mu ballavaçu me gjitha. Eliz, pse po mendon ti që s'vin? Sepse para punës kanë shumë shkelje në shumë nga procedurat që lidhen edhe me investimet kapitale, edhe me inspektoratin e arsimit, shkelje, nepotizëm, vonesa, mos realizim premtimesh, besoj që e deni ju kujtohet çdo shtator në mandatin e Zotrit Kurti ka nisur me vonesë, çdo herë viti shkollor ka nisur me vonesë për arsye që nuk janë përgatitur me kohë Ministria e Arsimit, edhe në raport me shpërndarjen e teksteve shkollore, pastaj ndryshimi i mënyrës dhe logjikës se si shpërndahen tekstet shkollore duke kaluar në pagesë për prindrit, anomali që janë shfaqur në atë proces, vonesat që prind i kanë pasur për blerje të librave. Për këtë ka pasur edhe komision hetimor në Parlamentin e Kosovës, pikërisht për çështjen e subvencionimit, rezultatet shumë të dobta në PISA, ndërhyrja në reformën e arsimit në nivel komunal, për çka ministrja në fjalë Zonja Nagovsi ka shkel Kushtetutën e Kosovës. UNICEF në 2025 ka treguar shqetësim për rënien në PISA, po ashtu pabarazi të thella dhe hendek digjital. Dhe kjo jo vetëm në raport me se çka ofrohet në kuptimin e mjeteve të digitalizuara në mësimdhënie dhe mësimnxënie, por edhe në raport nxënës mësues. Domethënë sistemi arsimor juni nuk ka arritur t'i përgatiti, t'i trajnoj dhe t'i shtyej përpara mësuesit në kuptimin e mjeteve të digitalizimit dhe një fakt i fundit, e kujtoj në diskutimet për buxhetin e Kosovës, 3 vjet radhazi buxheti për digitalizim 600.000 euro nga Ministria e Arsimit vetëm ka kaluar nga një vit në tjetrin. Asnjë cent nuk është shpenzuar. Jehun, pse po ta përmendja që s'vjen vetëvendosja në debat për arsim? Vetëvendosja s'vjen në debat sepse s'ka ç'a me prezantu, s'ka rezultate, s'ka asnjë reformë në arsim në asnjë nivel, ka një keqpërdorim masiv në kuptimin e çdo procesi që e ka menaxhu vetë mashti, ka një lënje vetëm të shkollave, të mësuesit, të nxënësit, ka një mos respekt dhe mos përkrahje totale ndaj familjeve që i kanë fëmijët me nevoja të veçanta, ka një anashkalim total të nevojave për avancimin e mësimdhënësve, për certifikimin e tyre dhe investimin në krijimin e kuadrove të reja, ka një anashkalim të nevojave në shkolla, prej bankave, prej WC-ve, toaletet janë të papastra anë mba në Kosovës, siguria në shkolla është mungesë, ka një mungesë të asaj që kanë premtuar për arsimin, shujta të ngrohta, ka komunat që vetë i ofrojnë këto, po asnjë mbështetje qendrore, se s'ka strategji. Edhe e fundit vetëvendosja nuk e ka prioritet arsimin, se ka pas asnjëherë, po tash është e dëshmuar, tash e 6 vjet nuk e kanë një projekt.
personalisht i kam sfidu, veç për qerdhet, janë 120.000 fëmijë në Kosovë që ka nevojë me u regjistru në kopshte prej moshës 1 deri në 5 vjet, sot i kemi më pak se 20.000 të përfshim në kopshte publike. Në Prishtinë janë veç 2.000 fëmijë në kopshte, ndërkohë që ka nevojë 15 fish më shumë për kopshtet publike, 0 qerdhe. I kam sfidu publikisht me publiku listën e kopshteve që i kanë ndërtu, s'kan arrit as 10 me i prezentu, sepse është 0. Numri është 0 në kuptimin e plotë të fjales, sepse janë mundu me i renovu do shkollat të mbetura kështu me radhë, po nuk ka vendosmëri për arsimin, se nuk e kanë prioritet, dhe kjo është tragjike. Teut. Me thonë drejtën, në shoh refuzimin e tyne pak ma politik, për shkak se nuk menoj që është mosgalishmëria për ballafaqim, po ata dojnë të konë subjekt shumë arrogant, dojnë me bo diferencën që është, të mos marrë pjesë në për debate, me ushqu të mos marrë pjesë, ata dojnë ushqu edhe të marrë pjesë. E për me marrë pjesë, do të me pas që një farë superioriteti për këtë temë, e na e kem pa që sikur qeveritë e kalume as vetë vendosja së që e ka pas prioritet. Tash qysh e mat njeri prioritete, nuk është veç me këto pika që u përmenen që jonë krejt sakta, po e mat edhe me kanë e ki bo minister tasaj pune. Edhe tash nuk mund është me mbind që të e bo ministre Arbjen Agaf, se në ke pas prioritet arsimin, edhe mënyra vetme që me performu, me e manipulu që shka performu, është të e bo qështu diferencë, në anën tjetër unë pevre që 3 herë që shkojmë në debate për arsimin, ata momentin e fundit e anullojnë, dhe më thonë pe konfirmojnë, pe anullojnë, është pak një farë strategjie tyre. Po në anën tjetër, menoj që prap se prap që diferencën morale që ka nevoj me e bo, i shqunë si subjekt politik, edhe menoj që e kanë pak edhe formë të intimidimit, me thonë që zvijën e me ulla të me diskutu, në ndërkohë që është shumë problematike që kanë trajtu arsimin krejt kohën. Faleminderit, po nisim prej teje Elisi, partia e dytë, mas vendosjes në parlament, me prezentu programin për arsim prej PDK-s 2 minutat e tuja. Faleminderit Jeta, në programin ton të Partisë Demokratike të Kosovës në krye me Vedri Hamzën, përkundër nevojave të theksuara që janë për investime kapitalje, cilat në këto 6 vitet e fundit ka qenë shtylla me më së paku para, sepse nuk ka qenë fokus investimi kapital në asnjë fushë, as në arsim, u tha edhe këtu nga kolegët e mia. Normalisht ato do t'jenë fokus, por nuk dua të ndalim të ato, dua të ndalim tek një nga shtyllat e tjera që është digitalizimi si domosdoshmëri e kohës, duke parë se fëmijët sot komunikojnë, punojnë gjatë gjithë ditës me mjete digjitale, përderisa kur shkojnë në shkollë gjithçka kthehet në formatin kur unë ti kemi qenë në shkollë, domethënë një drejtëmësh nuk ka, si ta them, nxitje të kurreshtjes së fëmijëve që të mësojnë gjëra edhe gjatë aktiviteteve tjera që lidhen edhe me teknologjinë, po edhe me marrëdhënien sociale të fëmijëve në shkollë. E kjo bëhet e mundur edhe me mjete konkretizuese, po edhe me këtë platformën që e folëm më herët e që nuk ekziston, domethënë në 90% të Kosovës që është mësimi gjithditor, ku përtej mësimit teorik, domethënë pjesa praktike, pjesa e ndërveprimit ndodh gjatë gjithë ditës në shkollë në lëndë të ndryshme. E dyta është lidhja me tregun e punës. Besoj nuk dua të bëhem, si të them, të ndaj gjërat bardhëze, por mendoj që nuk është punuar në idenë e të vërtetës për ta lidhur sistemin e arsimit me tregun e punës. Janë bërë gjëra, si ta them, sipërfaqësore, ad hoc, por jo një studim i vërtet se çfarë tregu ka Kosova, çfarë kapitali njerëzor ka Kosova, se çfarë dëshirojmë ne ta kemi dhe çfarë dëshirojmë të kemi brenda Kosovës dhe çka të shërbejmë jashtë Kosovës, që është tregu për shembull sot i teknologjive informative, domethënë ku njerëzit punojnë në Kosovë, por shërbejnë për shumë kompani jashtë Kosovës. Dhe në këtë drejtim mendoj që pastaj edhe kurikulat, por edhe tregu i punës ka një hapësirë të ndërmjetme për me komuniku edhe mi bashkërendu nevojat, dhe kjo është një garancë pastaj që ti ki përgatit njerëz të cilët e kanë një farë mundësie, një farë garancie që kanë hapësirë në tregun e punës. E treta, Ki rast me vazhdu në minutazh e ardhshme, Jehona, koha jote. Arsimi është prioriteti jonë absolut, sepse ne besojmë që fëmijët tanë meritojnë një shkollim shumë të mirë dhe të avancuar për vitin 2026.
Mësimi tërditor është prioriteti ynë, absolut. Këtë e lidhim me investime kapitale në klasa, do të ndrojmë formën e klasave, të adaptojmë për aktivitete ekstrakurrikulare, do të investojmë në aktivitete jashtë shkollës për mja ashtu fëmis knatësim për me shpenzu kohën në shkollë. Do të investojmë në digitalizim, sepse në 2026 është koha e digitalizimit, do të ketë investime edhe në libra, në digitalizim të kurrikulës, që i bie që fëmija jonë duhet të shkarkohet nga çantat e rënda që i kanë. Shumica e librave mund të digitalizohen pjesërisht dhe mbesin vetëm librat që janë fletore pune, ato që duhet të mbesin. Investojmë në përfundimin e detyrave të shtëpisë në shkollë, që të mos kenë prindrit barë. Mësimi tërditor, ja jep mundësinë mësuesve që të punojnë edhe më shumë, prandaj meritojmë paga më dinjitetshme, do t'ua bëjmë pagën 1.000 euro minimumi për secilin mësimdhënës në sistemin e arsimit, ata duhet të kenë një mirëqenie për të performuar më mirë, edhe shujta e ngrohtë. Do t'i ndajmë 1 miliard euro, të cilat do të jenë të dedikuara vetëm për mësimin tërditor në 4 vitet e ardhshme dhe do të mbulojmë një shujtë të ngrohtë për secilin fëmijë të Kosovës, sepse fëmijët tonë e meritojnë një rritje të shëndetshme. Qerdhe publike, 80 qerdhe do t'i ndërtojmë në secilën komunë të Kosovës, do t'i ndajmë 60 milion euro për ta bërë këtë dhe në secilin vit do t'i promovojmë nga 20 qerdhe të reja. Secila komunë duhet të ketë qerdhe, sot janë 4 komuna në Kosovë që s'kanë qerdhe publike fare. Prandaj do t'i ndërtojmë, sepse me këtë ja mundsojmë edhe nënave që të shkarkohen nga bara e fëmijëve, por njëkohësisht ja japim mundësinë fëmijës që të zhvillohet në fëmijërinë e hershme. Arsimi profesional do të promovojmë modelin dual që e lidh teorinë me praktikën dhe me tregun e punës. Kjo duhet të bëhet me marrëveshje, me ndërmarrje dhe me industrinë me qëllim që fëmijët tonë të kenë mundësi ta ushtrojnë zejen atë. Koha. Faleminderit. Teut Haxhiu, koha jote. Alianca do të jetësoj një reformë rrënjësore në sistemin arsimor për të prodhuar aftësi praktike dhe profesionale reale. Gjithë përfshirjet të fëmijëve prej moshës 3-5 vjet dhe 5-6, domethënë në çdo familje fëmijët do të jenë të përfshirë në sistemin arsimor. Këtë shembull e kemi edhe në komunën e Gjakovës, kemi ndërtuar me buxhet të komunës rreth 13 qerdhe. Digitalizimi është diçka që është thënë vazhdimisht, por nuk është aplikuar. Kjo është nevoja urgjente. Mësimi tërditor Alianca do ta ketë dhe ka në programin e vet, mirë po së pari duhet jetë ligji për mësimin tërditor. Pa bazë ligjore, ne mund të bëjmë eksperimente, mirë po nuk mund t'i trajtojmë njëjtë mësimdhënësit që punojnë në mësimin tërditor me pagesa çfarë janë. Pra, rritjet pagave të mësimdhënësve, pastaj ambient të shëndosh, ambient të këndshëm për gjithë fëmijët që kalojnë kohën nga ora 8 deri në orën 16. Shkollat profesionale, universitetet dhe programet e trajnimit do të riorganizohen. Do me thënë, duhet të kemi rritje të buxhetit, Alianca ka pas prioritet vazhdimisht arsimin, në kohën e qeverisjes Haradinaj ka pas rritje të buxhetit për 12%, në këtë kohë, në qoftë se kemi edhe zhvillim ekonomik të ashtu siç ne i kemi në programin tonë, gjithçka arrihet edhe përmes zhvillimit ekonomik, nga se ka buxhet mjaftueshëm, sepse nuk na shkon buxheti në pagesat e energjisë që mirën që i quajmë në Serbi, por ai buxhet për 1 miliard euro që janë fakte që janë të ditura që shkojnë blehet rrymë prej Serbisë, ai 1 miliard euro vjen në sektorin e arsimit, investohet dhe në këtë rast pas me i besu sistemit arsimor, pas me ngrit vedijen, qoftë edhe të mësimdhënësve të cilët vërtet janë shumë të mirë dhe punojnë me përkushtim shumë të madh, mirë po një sistem i cili është i ditun dhe i ti beson mësimdhënësit edhe e vlerëson, është pikërisht edhe problemi kryesor i teksteve mësimore. Alianca e ka prioritet rishiqimin e teksteve mësimore për të mësuar nxënësit tonë për historinë për cilën ka kaluar secila periudhë deri në ndërtimin e shtetit. Koha jote, Teut Rusta. Po atëherë që shedeni, na jem të kandidu për mes të çështjeve cilat kena me i kthy në kauza, për cilat kena me punu për det edhe në çështjen e arsimit. Problemi me PISA s'ka nisë në që qeveria është mati, na keq dalim test sa herhim, kështu që edhe është pak ironike me thonë që problemi është të kjo qeveri, është sistematike dhe lypët intervenim sistematik.
kur jem të këllë i intervenimit, la fakultetin e edukimit e kena fakultetet më adopta. Qka i shdasht me synu është nëse një fakultet duhet me ju këthy standardit te për i nalt është kush i edukon gjeneratat. Fakulteti e edukimit krejt e dim është fakti njohën që janë pranohen me nota ma tolta edhe nuk është nivelli arsimit aq i nalt, e as atyne që pranohen edhe as mënyra që zhvillohet aty mësimi. Këtu i shdash më bo një intervenim për shkak se gjeneratat për shkojnë në ndërkohë që mas nej, kur po dalim kesh në test, po thojmë kush i ka mësu fmite. Tani po thojmë do të mi trajnu mësust. Po, ama jënë të mësust, cili kanë kry shkollën në dhetave, e ma herët e që nuk mundën ndryshe me ju përshtat rrethanave që kanë ndryshu te për shumë. Si pas forumit ekonomik botnor, 40% të vendeve të punës kanë me ushduk në vitin 2030. Hala nuk dihet cilat punë s'kanë me egzistu mo, ama çka po dihet është që disa aftësi që do të me t'i dhonë shkolla janë qarta. Për shembull qëndrueshmëria, ti me qeni gatshëm gjatë krejt jetës me mësu. Qëtam shkolla tona hala nuk t'a dhojmë për shkak që sa ides me mba mendje, ides me përsëritje, që i kanë vlerat e veta dhe që me thonë rëndësinë e vetë, për sot t'u kona inteligenca artificiale t'u zgjenu kërpusi i dijes, lypen edhe instrumenta treja që është në thithim dije, e që kjo shkolla, sistemi jonë arsimor ka dështën me ju përgjigjë qësaj. Kështu që është e rëndësishme në qëtë pikë me intervenu të trajnimi mësimdhënësve kur jemi, edhe me pa që shka diferenca generatave që dësh me këqyr, që me zvoglu diskrepancën, pa e kështë. Masani po tregu i punës, menaj që kjo është paka shumë edhe kërkes për tregu në punës. Veç në 2 minutë që i parë, 2 minutë që i parë ka kalu, dikush nëse s'dën replik, urna 30 sekonda. Më thonë, unë kam qenë në kohën kur janë themelu universitetet publike, e kam mbrojt atë ide, e mbroj edhe sot për faktin që jo të gjithë prindrit kanë pas mundësi me i ndërgu fëmijët e tyre në universitetet në Prishtinë për shkak burimeve financiare që i kanë pas. E mbroj këtë fakt, mirë po këtu duhet vetëm të ndërhyjet, të mos ketë ndërhyrje politike në këto institucione, të jenë të pavarura financiarisht, pastaj jam shumë e sigurt që ka profesor shumë të pregaditur dhe që kanë vullnet për të nxjerrë kuadro, jo për të nxjerrë diploma, por për të nxjerrë kuadro të cilit normal që janë mësues të mirë dhe unë vin nga fakti që i kam mësues të ri që vërtet janë shembullore dhe japin shembullin më të mirë të qenit mësimdhënës. Po du me fol për një fakt për cilin zakonisht e përmendim shkarazi edhe nuk e kuptojmë edhe peshën, sepse sot nuk është ideal i asni, mos po them i asni, i shumë njerëzve të mirë të këtij vendi për qenë mësimdhënës. Sepse është devalvuar dhe është denigruar integriteti i mësimdhënësve vazhdueshëm. Sot edhe prindrit kur ja dorëzojnë fëmijët mësimdhënësit, nuk u besojnë në plotni që ka qenë dikur. Nuk po them që duhet me e barë sovranitetin e familjes tek mësimdhënësi, po një farë besueshmërie e lidhjes së prindit me mësimdhënësin duhet të ekzistojë në idenë jo vetëm të arsimit, po edhe të edukimit. Koha. E mendoj që edukimit e ne mungon fort. Plaut? Qapajtona është që edukimi do të me i taku sistemit arsimor e jo prindit se na prind i kemë patriarkale, nëse dhe sistemi arsimor është patriarkal më zvetuna. Kështu që une jam për me rujt autonomin e shkollës, gjithçysh, mirë po mu më do këtë, unë se dyshoj që Eliza e ka për një me arsimin, po unë për partinë e saj kam shumë kritika, për shkak se dhe këta e kam pas qeverisjen edhe intervenimet. Po, duhet me folë, se kur po folim për nëse një temë që ka probleme sistematike është arsimi. Për që ta e kam pak të shtirë me pa tardhmen me qeverisjen e PDK-s mrena qëti vizioni që dush me besu në ndryshim edhe në vullnet. Jo, veç me ritheksu që unë besoj në ndryshimin e njerëzve, në ndryshimin e partive, në ndryshimin e qasjes, në vullnetin e mirë, në pranimin e gabimeve, sepse ne jemi njerëz në proces gabojmë, por kudo që ka dëshirë për me hecë për para, unë besoj sepse historia e ka tregu që ndryshimi ka ndodhë. Prandaj, Partia Demokratike e ka dëshmu më falë, edhe kur nuk ka performu më së miri, edhe kur diçka ka bërë me njetin e mirë, por nuk ka qëlluar të kthejet në masën e njët, fare pak e rëndësishme ajo. E rëndësishme është që ne kemi lënë diçka prapa. Në kohën kur ka qeveris PDK, veç po du me ritheksu për njerëzit, ka qenë kohë tjetër, edhe bugjetore, edhe kontekst tjetër politik dhe historik, por kemi qenë në kontenjera.
Tash ne nuk duhemi me matë me kutin e njëjtë. Okej, Jo, me koha. kutin e njëjtë, po me kutin e kohës, prapse. Rikërisht me kurtin e kohës, A menon që u kun prioritet i PDK-s arsimi ose i cilës do parti? Nështë ta jonë në 100% sepse ka pas shumë prioritete. E na jena kun vend zhvillim që kena pas problem me shkrim lezim kem hala, e u dasht me kun prioriteti numër 2, nëse jo i pari. Unë këtu e them një gjë që e mendoj dhe kemi diskutu me Teutën në një tjetër kontekst dialogimi edhe përplasje, kushtimisht ta them politike, që arsimi do trajtohet si duhet, nga cila do parti në pushtet, nëse ne vendosim si shoqëri dhe si parti politike që ai të jetë prioriteti numër 1 me konsenzus të paktën 10 vjeçar, që pavarësisht kush vjen në pushtet dhe kush bëhet ministër, domethënë shtyllat mbi cilat duhet me hec Kosova për me transformu arsimin, duhet me qenë pajtueshmëria e të gjitha palëve. Ndryshe s'ka me mujt me ndodh transformimi. S'ka me pas kur pajtueshmëri, mendoj që zhvillimi ndodh përmes përplasjeve. Jo, edhe është okej, nuk do të mos me synu përplasjen, Jo, gjithmonë. përderisa që ajo mundet me sjell zhvillimin, se s'mujna me synu një shoqni unike tër, po ka me pas gjithë interesat ndryshëm, gjithë ka me pas parti tjera që s'ka me pajtu me qasjen e juj, edhe me qyshe trajtoni ju arsim. Jo, këtu kur po flas për uljen tavolin, për me shpall arsimin interes kombëtar, vital, dhe konsenzus mbi disa shtylla në atë strategji Koha e parti që vjen Jehonës, pastaj Haxhi. nëse dojmë mri rezultate. Jehona. Konsensus nacional ndodh atëherë kur pajtohemi vërtet që çka ka qenë e mirë edhe prej të kalumës, edhe çka është eksperimentuar edhe nëpër komuna, dhe çysh është modeli më i mirë. Edhe për një mënyrë se pajtohemi, ju po e shihni që mësimin tërditor kur e ka përmend Prishtina është duk si ëndër, e mazanej domethënë u bë diçka e suksesshme që e kanë marrë krejt partitë, krejt kryetarët e komunave. Çfarë do të thonë është që arsimi mundet me ecë përpara, nuk bën mjalon fakultetit të edukimit barën, se fakulteti i edukimit është vetëm një institucion, qeveria është ajo që e ka buxhetin, kërkimi i kuadrove kërkon edhe investim buxhetor, edhe shpallje prioriteti, e jo vetëm me bë ligje rregullore që ja u kanë nxjerr jetën arsimtarëve me do birokraci, shëno orën, shëno planet e kështu, domethënë shumë arsimtarë dorëzohen. Para prap të mësimit tërditor, mendoj që nuk ka qenë modeli i mirë, përkundrazi duhet të jetë baza ligjore. Jo me bë eksperimente. Se në bazën ligjore nuk jetojnë. Me bazën ligjore, do më thonë, ti i obligon se cilën komun me pasë mësim tërditor duke ditë sa ke buxhet, sa do t'i paguash mësim dhënësit, cilën kohë do ta kalojnë nxënësit, cilat janë plan programet. Unë nuk e di se nëse ti e ke pas planin. Jo, kam pas shumë ankesa për mësim dhënësit që i kam kolegë për shkak se nuk paguhen njëjtë. Jo, nuk është e njëjtë, Jehona, të folim real. A është e njëjtë një mësim dhënës që punon në mësimin tërditor, që paguhet me një pagë, çfarë paguhet sa? Paguhet shtesë. Çdo orë shtesë. Do me thonë, orë shtesë. Do me thonë, mësimdhënësit kanë orar vetëm paradite. Problemi, unë kam pas ankesa për i prindve, unë kam pas ankesa për i nxënësve që kanë qenë këtu. Pjesa tjetër, ajo që Teut ata përfundon, Teut? Ajo që duhet prap baza ligjore, po investimet në arsim, ndarja e buxhetit, do më thënë serioz, reorganizim, jetë nuk mund të ikim cili do subjekt politik një trendit jo të mirë të ramis e numrit të nxënësve, nuk mund të themi që duhet të trajtohet njëjtë një nxënës që është në një klasë me ata që në Prishtinë mund të ketë kushte jo të mira, e fëmijët që punojnë në shkollat në qytet, në kryeqytet në fakt, me numër shumë të madh nxënësave nuk kanë kushte elementare për Rusta. Kur fillohet mësimi gjithditor tu pilotu pa minimumin e kushteve, masnej veç po e saboton idenë e mësimit gjithditor, që ka ndodhur në Prishtinë, na kemi pa, që ka dështu krejt se edhe në një sukon krejt shkollat, edhe në dy ka pas tepër shumë kritika dhe ankesa mënyra që shu zhvillu, s'ka pas plan, s'ka pas ide që zhvillohet mësimi mas klasës. A je interesu, krejt ekzistojnë. LDK-ja qeveris besoj edhe në komuna tjera, e nuk e di që shreja ka bu kësaj pune, se s'po besoj që këna arë me folvish për Prishtinën, apo. Nuk është ideja me e promovu vish një model, thot i ka qenë i qasja LDK-s në këtë komunat. Faleminderit, koha. Më bën me menu që është oportunizëm politik edhe i vogël. Jehona. PSD-ja e ka pas eksperimentu dhe ka dështu. Na e kemi bo një më... Na e kemi apo distancohesh prej Jo, kalumës. of course, që
distancon as marrë përsipër vlen edhe për neve, po shko mirë, ti mu distancu pi gjanave që s'fajtohesh, se s'ka kur gjë problem. Po, absolutisht, gjithmonë. Edhe na e kemi mësu prej gabimeve që i ka bo PSD-ja në Prishtinë atë kohë, na e kemi bo modelin tjetër, i kemi nda shkollat, nuk është numri i madh i nxënësve në ato klasa sepse janë nda, 5-6 kanë shku në shkolla tjera. Plus është investu ekstra. Po Prishtina ka buxhet më shumë dhe ke të drejtë, unë çka kërkoj sot është intervenim prej qendrës, buxhet prej qeverisë. Dhe kjo ka qenë kërkesa jam gjithmonë, ja kam bërë dhe me shkrim ministrës, po për çita ajo nuk guxon më ardh mu ballafaqu se ka absolutisht investime. Jo, me investime. Qysh po mujnë shkollat private me bë mësimin interditor e na mos me mujnë? Na mundemi absolutisht. Veç kërkohet buxhet dhe prioritet. Realisës t'juj i ka tërheq fëmijët prej shkollës publike. Ju prodhoni politika dhe prodhoni modele të shkollave që shkan me funksionu, në ndërkohë që vetë si përjetoni ato. E kam fjalën për presidentën Osmani, e cila i merr fëmijët edhe i cenon shkollat publike, se çka ka bërë Vjosa Osmani në këtë rast është i ka stigmatizuar shkollat publike, të thonë ju vjen era shkollave, fëmijët e mi kanë qenë aty plane o gurzese, i ka prekur çështën e sigurisë, edhe jo, po jo, ama doni mu deklaru tash se unë bona distancim prej një periudhe të cilës as nuk i takoj, as nuk e përfaqësoj, po edhe ti nëse distancohesh pi veprimeve të Vjosa Osmanit, atëherë ajo jotja. Mencia jonë duhet me qenë ambicioze që na me pas mësim të rritur në të gjitha shkollat që po ndodhen. Vjosa Osmani ka ik fëmijët prej shkollës së majtë. Mos e ndërprej në 30 sekondat e saj. Ta jap fjalën mas nej. Mësimin interditor duhet me pas krejt shkollat publike që nana të cilat kanë karrierë, si na edhe si unë, duhet me pas mundësinë që fëmin me pas 8 orë në shkollë. Kështu që po dhe babat, prindërit, familjet, qysh do thuj. Po, por tashti nanë, se ajo është nanë në politikë, dhe ajo nuk mundet me qunë ora 7 me shku e marrë ora 12. Presidentja, po çfarë nanë, nuk e Vjosa Osmani shembulli nanës në politikë. I ka krejt kushtet, i ka njerë që kanë shku mja marrë qikat, mja këthy qikat, mja që në alë e luftoj për qytetarët e Mos ja bë ashtu, mos e merr Vjosa Osmani si shembullin tipik me peripecit e grave, me peripecit. Nuk, jo, jam të thonë diçka tjetër. Vjosa Osmani nuk i përjeton përditshmërinë e grave. Jo, do me thonë ajo s'ka ndjenja ndaj fëmijëve. O jo s'po foli për ndjenjat, për përditshmërinë. Ai çan ajo fëmijë në shkollë ai merr pi shkollës. I ka krejt shërbimet, krejt shërbimet që janë përjetimet e Vjosa Osmanit duhet me e pyet direkt atë se kemi këtu. Përjetimet jo për reformë. Eliza, koha jote e shpenzum këtë debat, e shpenzum. Tash koha e Elizës, okej? Me krejt këto anomali që lidhen me emrat përveçshëm, edhe unë besoj që duhet mi kërku llogari njerëzve që janë aty. Nuk është çështje distancimi. Është çështje që përkundër atyre çka nuk janë bërë, në kuptimin e politikave dhe në kuptimin e realizimit të premtimeve, që me mujtë çdo qeveri me e qu për para dhe me pas progres, unë po du me unalë të më thonë tek nevoja e reformës së vërtet, tek kurikula, sepse e përmendi Jehona që mësimdhënësit janë rëndu shumë me shumë çështje teknike, po jo vetëm, edhe ata në nivelin universitar, tek fokusi për ngritjen e kapaciteteve të vazhdueshme me mjetet e reja të punës, pagat e dinjitetshme. Pagat e dinjitetshme dhe normalisht sigurin në shkolla, psikolog dhe siguri në shkolla. Eliz, adem pse unë kur peshtroj çështën e Vjosa Osmanit, si na të folë për çfarë do njeri, na të folë për presidentin. Nasi politikan, po më dhimen minutat një argju, se du me folë për strategjit në arsim. Nasi politikan, po, dëgja, strategjit në arsim ja u kanë dëgju se vitin e kalum 2 herë këna shkun zgjedhje, s'po besoj që ka vlerë të shtume kjo se njerë që kanë dëgju këto debate si kur më herët. Puna është këto me i kuptu që në qëto zgjedhje ishtë dashtë me që janë të jashtëzakonshme me u votu për vlera. Modeli politikanit i cili përëdhon politika që si përjeton vetë du të me përfundu. Për që ta, unë e kam drejtën e botës me e gjyku një sjellje të tillë e cila i stigmatizon shkollat publike, çka me bo për mesat e tua, të mia, të fëmijët që i çojnë që aty a ishtë dashtë me bo diferencën me këto modelet politike. Për këto jam unë këtu sot me kritiku qeverinë,
me krejt Po, të s'pe kritikon presidentin. qeverin që nuk je buxhet për Ama shkollat. që kjo është Po unë nuk standardi jam i këtu thjesht. për me fol për presidentin, unë jam këtu me fol për shkollat dhe për arsimin. Për qëllimet e tua. Dhe Unë jam mësimi tërditor duhet me qenë i bëshëm këto në zgjedhje mes shkollat një llojit publike. politikës edhe Ajo është minore, ato e bojnë në rastin qytetarët. tonë. A din kur e bojnë atë dallim qytetarët, kur e kanë mundësinë me përjetu mësimin tërditor, për që ata krejt prindrit më thirrin edhe më falenderojmë që unë e kam nis një reformë që ka me u bën krejt Kosovën. Prandaj e bojnë pastaj dallimin. Unë jam për mja u kriju kushtet fëmijëve në shkolla publike për mësim gjithditor. Okej. Urna te Utaxhiu. Ka një shembull shumë të mirë që vërtet e ke marrë seriozisht sa ke qenë në qeveri në periudhën kur 11 vite rresht është prit për një ligj të viteve 90-ta. Të jemi të sinqert. Ligji për punëtorët e arsimit shqip të viteve 90-ta ka hyrë në fuqi në qeverinë Haradinaj. Kërkesë e vazhdueshme po është jetësu. Sot janë rreth 9.000 persona në Kosovë që marrin pension dhe krejt ai buxhet është rreth 100.000 euro. Nuk ka ma shumë. Tash, në këtë rast, në qoftë se na vërtet nuk i besojmë sistemit arsimor, atëherë nuk mund të themi që e kemi prioritet. Investimet në arsim dhe mësimdhënësit të cilit nuk detyrohen me bë një punë të dytë. Një punë të dytë komplot mësimdhënësit që bën një punë të dytë për shkak se nuk i del paga për të marrë. Duhet me i repliku zonjës Haxhiu me gjithë respektin që ka qenë ligj i jashtëzakonshëm, i domosdoshëm për punëtorët e viteve 90-ta. E kemi vujt shumë për me e qua atë ligj në gjykatë kushtetuese që 15 vjetëshi i precizuar për pensionet, po flas, për pensionet të kthehet në aspektin e gradacionit, sepse ka njerëz që se kanë mri 15 vjetëshin e punës, domethënë përfshi kohën e të 90-tave për me mujt me egzu pensionin e plot, kështu që edhe në këtë pikë, bashkë me kolegët e juj, Shemsedin Dresha, doktorin dhe të tjerë, kemi punu për me mujt me... Keni ngatru. Okej. Unë po du me dalë të tim... Kërkoj falje, që të du të me sqaru, për opinionin, janë ngatru dy gjana. Mos të harrojmë, kjo është diçka tjetër. Ky ligj është diçka tjetër, kurse ligji për skemat pensionale të financuar nga shteti në enitet e ka 15 viçin, që është krejt diçka tjetër. Kjo kategori është trajtuar dinjitetshëm, jo për shkak të pagesës që ka një kompenzim shtesë, por për shkak me ju njoftë që ajo merit e tyre që kanë punu pa paga. Kurse ky kriteri 15 vitesh buron pikërisht për një udhëzimi administrativ të miratum kohën Isa Mustafës dhe tash qeveria vullnetin se ka pas kur me hek këtë kriter. Jeta fal, 42 vite punon një mësimdhënës. 30 sekonda ka kalu pension të moshës për shkak të ligjit tjetër. Faleminderit, po du me dal tjetër. Okej, po du me dal te tema e dytë. Sot në botën moderne, nxënësit po përdorin teknologjinë edhe mësimet digjitale për t'u eduku, por Kosova ende është në sistemin e vjetër me libra dhe pa digitalizim. Problemi tjetër janë që mësuesit, të cilët nuk janë të kualifikuar mjaftueshëm, mashti, po ashtu po refuzojnë vlerësimi i tyre t'ju bëhet, mashti ka qenë i paaft me zhvillu testimin kombëtar për mësuesit, zbashku ka refuzu vlerësim, po më intereson një qeveri e ardhshme, qysh ka me negocu edhe me i bin mësusat që duhen me him vlerësim, qysh ka me vlerësu performancën e dopt mësusëve dhe me pas penalizim apo vërejtje, cilat janë planet për digitalizim, këto janë pyetje që kanë të bëjmë me kualitetin e mësimit të njerëzve në shkollë, po e fillojmë për jehon për te e kësaj rode. Po, LDK-ja parashet që të kryoj një qendër nacionale për testimin, për futje në sistemin e arsimit të kuadrove të reja në bashkëpunim me Fakultetin e Edukimit dhe të mos u alë komunave kompetencën e rekrutimit që pastaj rezulton në ndikime politike të partive politike, edhe ta bëj avansimin e mësimdhënësve, t'i shpërblej ata që janë të suksesshëm. Krejt kjo ka të bëj me matjen e performancës, po duhet patjetër me qenë një institucion i pavarur, kombëtar që e bën këtë dhe i heq edhe komunave për prej ndikimit të kësaj. Kjo ka të bëjë edhe me përpunimin e kurikulave, edhe me avansimin, trajnimin e sistematik të përhershëm të mësimdhënësve, se mësimdhënësit duhet çdo herë me pas trajnime ekstra, edhe sa i përket digitalizimit, edhe digitalizimit të kurikulave, përdorimit të mjeteve në klasë digjitale, po kjo krejt kërkon investim, vërtet kërkon buxhet më të madh, por na do ta realizojmë këto me një qendër kombëtare. Më duket interesant që keme kriju qendër për mësuesa të ri, po nuk e kuptova për programit ju që doni me bo me të ekzistus që po hezitojnë
me u vlerësu e kanë vullnetare momentalisht të vlerësimin, çka do me bëjmë me Dhe s'kanë arrit një 7 veta me kalu prej testit, qa që është për kujdesja dhe Çka do të bëjmë me të aneshmet? Jo, duhet patjetër me i përfshi në trajnime dhe para përgatitje dhe në testimin. Shiko, duhet me pas një test kombëtar për të gjithë mësimdhënësit në kuptimin e matjes së performancës. Po kjo nuk do me thonë që i heqim prej pune, po kjo do me thonë me investu që mi avansu dhe mi sistemu në vendet e punës ku atyre mund që të Teut Haxhiu, plani juj. Do të thonë, në këtë realitet unë vi i pe jam drejtoreshe shkollës dhe mos harrojmë, jemi shumë të vënum këtë drejtim. Qeveria aktuale ka proklamu, por në fakt ja u ka gjutë shkollave. Do të thonë, mësimdhënësit në mas të madhe, në shkollën ku vion janë rilicencu të gjithë. Kanë hyrë në rivlerësim? Po, janë rilicencu. Do të thonë, kjo është kapitulli mbyllun për 7 vite, kjo është veç makjazh, do të thonë thjesht 4 vitet e ardhshme nëse ju vini pushtet. Çka keni me bë 4 vitet e ardhshme? Në fakt, derisa të vim, digitalizim, numri më i madh i mësimdhënësve po rilicencohen, po marrin leje për 7 vitet e tjera. Do të thonë, kjo është një proces, është gjujt topin në shkolla. Paramendo institucioni, inspektoriati. Çka keni me bë ju? Në atë pjesë, kjo ka me vazhdu, në nuk mundem me mashtru, duhet me investu në arsim, duhet me investu në plan programe, duhet me investu që mos kemi numër të teksteve që fëmia i klasës parë me pas, kur të fillon në shkollë, 10 kg në shpinë, për shkak të interesave politike, biznesore, të kompanive dhe me lënë të lirë mësimdhënësat, me zgjedh tekstet mësimore që janë më të mirat, rishiqimin e tyre serioz, jo sa për kozmetik, por serioz, fëmijët tanë me mësu për luftën e lavdishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës, me mësu edhe për sakrificën e minatorëve në Zgafell, me mësu për gjithë periudhat kohore, prej 68-s, 81-ën, çka ka hek ky popull, me mësu fëmijët tanë nuk mësojnë jeta. Sot jeta është një njësi mësimore e ndarë në 5-6 faqe për shkak se kushton ma shumë. Kaq. Nuk ka diçka tjetër, sepse është ndërhyrje mos flasim se sa kujt jepet mundësia me pas një emër të një libër ti personal. Do me thonë, këtu arsimi ka rënë në nivel, mos thom shumë të keq, por vullneti mësimdhënësve, vullneti i prindërve është mos ndërhyrja politike, mos ndërhyrja bizneseve, po flas për bizneset që ta jap mundësinë dhe krijon mundësi që me ble 3 libra për një lanë mësimore. Sa ma pak libra, mundësia digitalizimit duhet patjetër të shtyhet, edhe sa ma pak pesh për fëmijët. Faleminderit. Mos me i bë. Utrusta, koha jote. Menoj që kjo qeveri ka trajtu tepër keq mësimdhënësit edhe mënyrën që ka shtru punën e vlerësimit. Është duk si ndëshkem edhe është duk që ata që nuk dini kanë fajet ata. Jo që janë produkt të sistemit arsimor në Kosovë para lufte, mas lufte, cila do gjenerat që është ajo. E me bo mu do, më uni njerin i vetmum që të problem është keq, në nëse është e pavërtet, edhe tjetra, kjo qeverisje, dyshysh për mes intimidimit, ka këshyr me e sforcu mësimdhënësin, ose dikush me u dekuraju edhe me lonë krejt, s'kem shumë raste, po me gjithat me ta hu vetë besimin, ty si autoritet i dijes në klas, mënyrën që shu trajtu mësimdhënësi, mënyrën që shu trajtu edhe greva aty në mas nëjse, dhe që kjo koni metod që ata ju ndok pak që e kam vish për roga, në ndërko që roga te për të këshia, në ndërko që nuk gabe me lyp roga, se roga së është që për të paguin. Roga është edhe diçka për cënë të preokuposh, masnej, a ki gjanat elementare të shpia, po mundesh me menua dhe për dje avancim. Ta shti për danë me trajnu mësimdhënësin, që duhet pa tjetër, me mësu, me rimësu, me rieduku nëse duhet me qujtë kështo, a njëtën ko, a i pika met të që a ka të ardhëra minimale për shpe. Ta shabedim për du me thonë, duhet mja usiguru njerës dhe komoditetin që me mujt me nëzonë dje, na i kena pa krejt, që kur i kem pun të ngësht, edhe mi kon ekspozum para librave ma të mirë në botë së mund është me nëzonë dije, se i ki do probleme ma elementare. Kështu që mësimdhënësve, përveç që do të me i trajnu, eduku, me i ekspozu ndaj mësimeve të reja, duhet edhe mja u siguru një farë komoditeti që mujnë me e bo këtë sen. Qeverit e kalume me gjithat e kam... Fatkeqësisht e kam pa këgja shumë si votë edhe kam provu mos me hek pi punës se për votë, në vend se me këshyrë qësh me e riformatu që të mënyrë, këta qeveria e Kurtit ka intimidu mësimdhënësit, edhe i ka paralizu si autoritetet dijes në për klasët e tyne. Eliza. Po du bashkë këtu me unisë edhe e përmenda pak ma herët që figurën e mësimdhënësit që është
delegitimu, kushtimisht ta them, në çfarë do lloj forme, edhe për me rikthy në dritën e vërtetë edhe në peshën që ata e kanë për shoqërinë e Kosovës, ne mendojmë që do të kemi një platformë e cila është progresive, jo e ndëshkimit dhe disciplinimit në idenë e frikës, por në idenë e nxitjes dhe vullnetit të mësimdhënësve për të ecë përpara nevojës së tyre për të avancuar pa u friksuar nga sistemi dhe nga pushteti kushdo qoftë ai. Dhe në këtë drejtim, normalisht shteti duhet jetë aty për kriju mundësi, u thanë këto, qendrat ekselencës ose qendrat të trajnimit qysh dush mundemi me avnu emrin, po duhet ketë standarde. Dhe në kuptimin kur ka standarde që duhet ne me imbri, për shkak që kurikula është më e sofistikuar, e digitalizuar, mësimdhënësi në fund ato i ofrohen, vendos vetë sa do me hecë përpara. Dhe nëse nuk hecë dhe nëse nuk e mrin standardin, vetvetiu mundet me pezullu rritën e vetë, jo në kuptimin negativ. Po, mbetet, të më thonë, në një stad të caktuar. Unë kam parë rast edhe në sisteme universitare jashtë, ka njerëz, profesor që janë profesor asistent, ose vetëm asistent kanë mbetë gjatë gjithë jetës, sepse kanë dashur të mbeten të tillë, nuk kanë dashur të t'i plotësojnë kriteret tjera për të marrë titullin kryesor, kanë dashur të mbeten në atë nivel të punojnë në pjesën praktike dhe me student, e kanë vendosur vetë, dhe sistemi nuk i shtyn me zor. Sistemi mundohet që ti t'jesh ekselent aty ku ti dëshiron të me standardet e nivelit që ti duhet të arrish përmes mundësive, certifikimeve, trajnimeve e të tjera. Dhe në këtë drejtim, performanca e mësuesit, e mësimdhënësit, e profesorit bëhet në klasë. Dhe bëhet nga ata që janë student, po dhe nga të tjerë që mund të jenë aty, si ta them, përkohësisht, panoja lajmërim për me pa edhe aspektin pedagogjik, se mos harroni. Çka mungon sot në shkolla tona apo edhe në universitet është një komponentë e rëndësishme. Ne kemi mësimdhënës ekselent kuptimin e dokumentacionit, shkollës që e kanë përfunduar, por shumë prej tyre nuk kanë aftësi pedagogjike të theksuara. Dhe kjo është një diçka që unë e kam vrejtë që mungon në plot shkolla. Aspekti pedagogjik, relacionin, marrëdhënia me fëmijët, me studentin. Do të thonë, kjo është krejt diçka që ne nëse dalim dhe hapemi një platformë të re ku marrëdhënia mësimdhënës dhe nxënës ose student profesor ka ndryshuar, kjo duhet jetë a shkatësit dhe aftësit pedagogjike se si e ndërtojmë. Replik, Jona. Po, tash, performanca e mësuesit duhet me u lidh edhe me pagën. Edhe investimi në trajnime dhe avansim duhet mi prodhu edhe pagë më të mirë dhe edhe po ashtu pajtonat që duhet një mësues që nuk ka dëshirë që të avansohet, i mbetet niveli, por me angazhim pak më të kufizuar. Do me thonë, është në vullnetin e tij zhvillimi i tij, po duhet me pas një qendër të profesionalizuar që i matë këto dhe ajo duhet me qenë e pavarur. Çka dëshiroj të shtoj këtu është edhe pavarësimi i shkollave si njësi në kuptimin financiar, sepse edhe shkolla duhet mi pas disa bonuse që i ofron edhe për stafin si pjesë e buxhetit të saj. Sot është shkolla vetëm, do më thonë komplet vetëm. Më thonë, qofse mësimdhënësi ka vullnetin, edhe ka dëshirën, por e ka një pagë që nuk ka preokupimin a ka me i qu ushqim fëmijës vetë aty, e bën një punë të dytë, atëherë nuk e ka as kohën për të rikualifiku. E kemi obligim si institucione me i përkranin rikualifikimi, kemi mjaft kuadro të cilët po e përfundojnë një fakultet, e përfundon tjetrin, e shkon në master, të i mendu gjithmonë në pagën. Pra, gjithë shka e bën për të rrit koeficientin. Pra, ne këtu, nëse i trajtojmë dinitetën me pagesa, pastaj ja japim mundësin që trajnimet mos me i marrë me pagesa, faleminderit, Elis. Me u trajnu prej Ministrisë përkatësisht edhe drejtorive komunale. Unë e para besoj në dëshirën dhe vullnetin për të zhvilluar, edhe kjo duhet me ushqy, duhet sistemi i arsimit edhe me i vlerësu mësimdhënësit e vitit, ata që kanë performuar më mirë, qoftë në klasë, qoftë që kanë sjellë diçka të re në aspektin e edukimit ose në teknikat e mësimdhënies, qoftë në universitet, domethënë që arsimtarët e tjerë, mësimdhënësit e tjerë të motivohen dhe ta kuptojnë që performanca vërehet dhe vlerësohet. Dhe të tjerët nxiten pastaj që dhe vetë të zhvillohen dhe të performojnë më mirë. Nëse ne krejt idenë e cilësisë e kemi bazu në sistemin e ndëshkimit dhe aspektin e teknikaliteteve të kartelave, kjo nuk ka prodhu dhe nuk ka prodhu asnjëherë cilësi. Rusta? Ama asnjë parti s'pe ka guximin me thonë që janë një gjenerat ose disa mësimdhënës që nuk mujnë me u trajnu ma për landën
cilën e kanë mësu ma herët, për shkak të kohës në cilën po jetojmë. Nuk jena të folë për largim, kompensim pagës gjithsesi, ama duhet edhe me kon realist e jo veç me i bu këto radhitje të probleme, me thonë që po është ketë okej me pas pensionim para kashëm, edhe është po edhe një fa reforme ma të gjohën, për shembull mësim dhënë sot nuk e përmbushni norme një për fajin e tyne, do të me këshur mja ndrua se vendin ose diçka me bo, po ka një hezitem mi u qasë ma gudzem shumë kësaj pune edhe me thonë që s'është problem, për që tas do të me pa mësim dhënësin si burim vote, po si burim dije. Ligji, është kërku vazhdimisht ligji për këta mësimdhënës të cilët kanë edhe probleme shëndetësore. Fatkeqësisht, me smundje më të rënda, sot detyrohen me punu. Derisa nuk, sepse ndoshta mos them edhe e fshi, po detyrohet për shkak me pas një burim financiar. Pra, një pensionimi parakashëm edhe ka të interesum që kanë vullnet me u pensionu, por pa pas pagën e dignitet që ai detyrohet me majtë familjen. Këtu është një problem. Prap duhet ta kemi shumë seriozisht në trajtimin e këtyne mësimdhënësve. Pra edhe njëherë, vullneti tyre është, por nuk duhet kemi presion politik, sepse në momentin që ai ka një pagë dignitetshme nuk punon një punë të dytë. Po du me dalë të tema e tre. Universitetet vazhdojnë me pas probleme në cilësi. Edhe universitetet vazhdojnë me pas probleme dhe menaxhimin e brendshëm. Për shkak të uljes së tarifave të studimeve, problemet janë edhe me buxhet. Në anën tjetër, Kosova duhet me integru Universitetin e Mitrovicës së Veriut, cila është strategjia për me zhvillu universitetet, për mësim sa ma adekuat për tregun e punës. Po fillojmë këtë radhë me ty Teut Haxhiu, mas pari për te. Pra, universitetet edhe njerë duhet ta kenë të plot mos ndërhyrjen e politikës në këto institucione. Pastaj një pavarësi të plot financiare. Mos të përballen me skena që kemi pa shpesh herë për shkak ndërhyrjeve të ministrisë në borde, kanë prodhu probleme të tilla që ndoshta edhe vetë mësimdhënësit nuk e kanë pas vullnetin si duhet, nuk kanë thjesht janë irritu për shkak të skenave që kemi pas mjaft profesor që i kemi emra të cilët i njohim si Davulin për mu, që është në fakultet edukimit, që ka emër, është matematicien të shumë e zoja dhe mu nuk më pëlqen me pa ato mas një periudhe shumë gjatë kohore, sa ko ka punu, me u përballë me diçka që është krejt politike, pra mos ndërhyrja politike, pastaj pagat normal, prap dyfishimi pagave, pastaj në qoftë se buxheti i arsimit edhe njëherë nuk shifet që me urrit, për shkak se nuk kemi zhvillim sa duhet, nuk kemi investitor në këtë vend. Zhvillimi ekonomik prodhon edhe rritjet pagave, prodhon edhe sektorin privat e motivon në mënyrë që tatimi të shkon prap në buxhet dhe kthehet prap në investimin në arsim. Sot në Kosovë, fatkeqësisht, e përmenda ma herët, kemi njerëz që kanë punu 42 vite në arsim dhe del me pagë të pensionistit moshës, kurse sot ju lejohet me një ligjin për shtetësinë nga qeveria Kurti të gjithë atyre që kanë jetu në Kosovë prej vitit 86 dhe marrin pagë, marrin pensione jetë dhe fatkeqësisht që integron me Universitetin e Mitrovicës së Veriut. E tash, pikrisht nuk në këtë kohë, ata jo vetëm se nuk kanë mu integrim, na duhet me ju tregu që pagat që marrin nga buxheti i Kosovës në secilin prej komunave serbe, që nuk e kanë edhe një simbolik më të voglën të shtetit Kosovës, ne duhet ta ndalim këta. O do të kemi integrim të plot, o me këtë qasje të kësaj qeverie ne kemi regres të plot dhe nuk mund të themi që kemi bo hapa në rritim. Me thonë drejtë na si Parti Socialdemokrate fokusin e kem të zhvillimi hershëm parashkollor, që kem tepër të rëndësishme se menojmë që para se me mritë universiteti, bazat e një fëminie të shnosh janë qatë, për shkak se për na shkojnë mas ne studentat me kapacitetet mangëta pa fajnë e tyne, për shkak se kanë kry qerdhen, pa fajnë e tyne s'kan pasku. Diferenca urban-rural, veç sa po thellohet, se në Prishtinë edhe në të qendra pak më të mëdha pe kryen, edhe kjo s'po ndryshon hala. Në ndërkohë që prej vendeve rurale po vinë më adopt, edhe kjo kur nuk po ngushtohet si dallim, në ndërkohë që po i ushqen diferencat kulturore. Për që ta ana e qesim fokusin që atje, sa i përket Universitetit Prishtinës, unë kisha mujtë me thonë që
që Universiteti Prishtinës për nga natyra vetë, tashmë, menoj që ka kriju një natyrë vetë që është konservatore, nuk pranon fort qarkullim të njerëzve të ri, që tash është një lajmë i mirë që ka ndryshu kjo asistent kush mundet më bo, asistent profesor, se ma herët s'ke mujt mas një moshet saktume, kjo pak e rrit dinamiken, po me gjitha të profesor të vjetër që spranojnë teknika të reja, që sot autoriteti dijes nuk është mo veç profesori, që është sështë mo as prindi, që është mo as veç një burem, është gjithka. Edhe, te nuk peki një trasim të rrugës për dikuj që të regon të cila është metodologjia që mërin dhejti një fakt shkencor ose dhejti një e vërtet. Universiteti i Prishtinës sot shumë pak e ka synem që që me thonë, arritja deri të një falsifikimi të vërtetës për mes një rezultatit të ri. Do me thonë, kritë kohën është mbrojtje të vetës, e unë e shë shumë regresiv në vetë vete, nuk ka zhvillim që atë mrena. Për që ta që duhet me bo Universiteti i Ria, unë këta e 5 studentve, është mas pari depolitizimi ose departizimi. Rektorët, historikisht jënë kohën pjesë partive politike, kështu, që me thonë, mbështetës partive politike, mbështetës të rrymave caktume të partive politike. Kjo mas pari duhet me unal, edhe mas ne menoj që prej kokës edhe të poshtë kësh mujtë diçka me undëshu. Po, unë jam skeptike, veç po du me cek, me që se s'kam plan program për universitetin, jem skeptike në ndrimet universitare nëse nuk ka ndrime shoqënore. Universitetin shumë e shosi kurërzim që asaj e nuk nisë. Okej, Eliz, faleminderit. Tek universitetet publike, e para tek Universiteti i Prishtinës, ka proen kontra këto që u folën që pajtohem edhe unë, duke qenë se edhe e kam edhe një këm brenda aty dhe i di problemet edhe sfidat edhe nga brenda, po nuk janë krejt digasteret bardheze, por ka shumë punë për të bërë edhe në infrastrukturë, edhe në digitalizim, por edhe në performancën e mësimdhënësve. Ajo që du me thonë është që qeverit tona në përgjithësi, por edhe ne me programet tona për te fokusit në bursa për student dhe ngritjet kapaciteteve të studentve, mendoj që duhet ta kemi fokusin edhe tek ngritja kapaciteteve të vazhdueshme të profesoratit. Më besoni se çka u tha për mësimdhënësit e njëjta vlen për profesorët, gjithçka që bëjnë në pjesën e hulumtimit, kërkimit dhe botimeve i bëjnë me forca vetanake. Nuk ka institute në plot nga fakultetet dhe normalisht profesori detyrohet të bëj edhe një punë tjetër ose ti suportoj këto me financat të veta. E dyta, duhet ketë një autonomi të universiteteve publike në qendrat e tjera, sepse janë nën domenin e Ministrisë së Arsimit dhe aty nuk ka mundësi as për buxhet që ju nevojitet, sepse e përcakton ministria dhe i lë të varura totalisht nga politika e ministrisë. E treta, unë besoj në një decentrim dhe buxhetor. Ne presim në herë në Universitetin Prishtinës për toalet letër një muj, sepse nuk është botë nderi për krejt, është e turpshme, do me thonë këtë sen. Ajo që dua të theksoj po ashtu, mendoj që në të ardhmen do të kemi nevojë për risistemim dhe rikonfigurim edhe të universiteteve publike që i kemi në zonat e tjera, ndoshta për rimendim që mos jenë të gjitha të një llojta me studime bazike në të gjitha fushat njësoj, po të ketë studime të veçanta, po më kujtohet Universiteti i Pejës që ka një drejtim për turizëm, nëse nuk gaboj dhe mjedes, njëjtë mendoj domethënë për Prizreni që mund të lidhet me trashëgimi, që mobiliteti i studentëve mos ndodh vetëm direkt Prishtinës, po të jetë edhe vice versa, domethënë njerëz Prishtinës mund të shkojnë Prizren për të qëndruar 2-3 vjet ose në Pej, edhe kjo e zvoglon mandej edhe që koha Jehona. Faleminderit. Para së gjithash, universitetet publike në Kosovë ka nevojë për një profilizim. Edhe këto është thënë dhe është synuar shumë gjatë, por nuk është investuar, edhe kjo e meriton se cila qendër ta ketë universitetin të fokusuar se ka shumë drejtime të specializuara të cilat mund të prodhojnë rezultate. Për shembull, Ferizaj është një universitet që fokusohet në prodhimtarinë e drurit edhe përpunimin e drurit dhe ka nxjerrë shumë kuadro. Është një shembull i mirë që mund të ndjeket në për universitetet e tjera. Duhet të kemi një rangim nacional të universiteteve, një fond dhe një kërkesë me standarde evropiane të matjeve së krejt universiteteve që janë edhe shkollave të larta në Kosovë. E shkollat më të mira meritojnë një fond të ekselencës për mbështetje të nxënësve, profesorëve në universitete. Këtu pastaj do të bëhej një garë në mes të universiteteve në kuptimin e performancës, po kjo duhet me qenë me rangime ndërkombëtare dhe evropiane. Rritja e nivelit të ndërkombëtarizimit, bursave ndërkombëtare për student, këto munden krejt me fondet të Bashkimit Evropian, por nuk ka ndodhur këto vitet e fundit se kemi qenë nën sanksione dhe këtu kemi humb jashtëzakonisht
shumë. Projekte ndërkombëtare që dizajnojnë kurrikula të reja dhe bëjnë shkëmbime edhe të profesorëve edhe të studentëve. Edhe në fund një fond i ekselencës i cili i mbështet studentët më të mirë, profesorët me performancë më të mirë që kanë bërë publikime më shumë, edhe që departamentet të cilat shpeshherë nuk ka institute, janë vetëm departamente për që bëjnë bashkaresht hulumtime. Krejt kjo kërkon një vizion evropian, nuk është e vështirë sepse shtetet evropiane i bëjnë këto punë në baza ditore, krejt çka duhet është mi marrë praktikat më të mira dhe me izba këtu. Ka profesor tepër të mirë që janë të nivelit evropian edhe që mundën me kontribu direkt edhe në dizajnimin e këtij modeli. Kosova ka fonde, ka mundësi edhe me fonde evropiane mi realizu këto qëllime, ka shembuj të suksesshëm, kështu që mendojmë që shumë lehtë mund të vim deri tek një formulë e tillë. Eliz, veç një replikë na kohë? Po veç me shtu që domethënë buxheti UP-s nuk është rrit asnjëherë këto 4 vitet e fundit, zero buxhet për botime universitare për profesorët në Universitetin e Prishtinës dhe botimet e tjera për këto krejt projekte që bëjmë bashkarisht me studentët, 0.7% për shkencë dhe për çështje kërkimore dhe ulëmtuese që e garanton ligji për kërkime shkencore që asnjëherë nuk është vënë në zbatueshmëri. Faleminderit, kaq kemi kohë për debatin për arsim. Ne do t'jemi prap me ju çdo natë këtu në ora 7 në RTV duke gjeni edhe kallzo.com. Gjatë gjithë kohës, gjatë zgjedhjeve keni kujdes nga lajmet e rreme të prodhume edhe me inteligjencë artificiale kohëve të fundit, të cilët me të vërtet kanë lidhje sipas kputave mas shiut. Andaj bëni kujdes me u informu vetëm prej platformave të sigurta. Vazhdoni me na shohun kallzo.com deri nesër mëngjes, natën e mirë.